A është haram me bo hajgare me hoxhallar, pa ofendime, respekt për ata dhe punën e tyre. Shumë është teme e gjerë edhe e ndishme kjo, jo pse ata janë hoxhallar, por pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, dietarët, o dhanë aty hynë edhe hoxhallarët, ne jemi të vegjël, si jemi dietarë, por hynë në këtë, paka shumë në këtë fjalë, dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Kemi dy situatat, bësh shaka me misionin e tyre, dhe më thonë që duke nënçmu pastaj fenë, edhe hoxhallarët falen kështu, feja i mëson ashtu edhe me bo hajgare, kjo është shirk, kjo është kufër. Edhe me pejgamberin alayhis salatu wassalam disa kur kanë bo hajgare, Allahu xhel e ka përmend ajetin që kanë bo kufër mas imanit. Kjo është ndaluar gjithsesi, sepse prej këtë dini Allahut direkt. Pastaj me një person, për shembull me bo hajgare me lulëzimin, me mu, edhe pse unë jam hoxh, me bo hajgare me mu, edhe me ndonjë, po them budallakit temën, sjelljet temën. Kjo e leton çështjen. Hoxhallarët pastaj si emra janë njëjtë sikur se çdo profesion tjetër, sikur se mjeku, sikur polici, sikur ai ky çdo kush, çdo koft. Derisa nuk ofendohet, nuk ka ofendime, nuk ka nënçmime, nuk ka ulje të autoritetit e tjera, na nuk themi që është haram. Edhe me bona herë me një darsa, me një tubim shaka, ku e di, tash nuk du të përmendi, kjo ka lehtësimin, pastaj qysh zban me nënçmu mësusin, profesorin, bujkun, pastrusin, zban edhe hoxhën. Pra për lëm tash misionin, si fe. Por si individ, mua personalisht, zban me bo hajgare, sikur se zban asnjë profesion tjetër. Nëse ban nga pak, me qesh shokët mes vete, edhe me bo një hajgare me krip, inshallah taala lejohet kjo gjë. Por me dalë për media, rrjetet sociale, me përfitu në emër ty në gjaneve, me i bat mëdhaja, në nçmimet e tjera, ato duhet me pas kujdes. Pra, e ndishme si situatë, duhet me pas kujdes se në emër që pe bëj hajgare një hoxh, mundot mu bëj hajgare feja. E këtu nuk ka tolerim, sepse njëri që bën hajgare fen, stakfirullah, bën kufër.